Pas një seance e cila zgjati rreth 1 orë nën masat e shtuara të policisë franceze, gjykata e Kolmarit në Francë pas shqyrtimit e kërkesës së palës mbrojtëse të ish kryeministrit Ramush Haradinaj, vendosi që Haradinaj të lirohet me kusht. Avokati i Haradinajt Arjanit Koci deklaroi se lirimi me kusht nënkupton se Ramush Haradinaj do të qëndrojë në Francë. Me kërkesën e mbrojtjes, zoti Haradinaj është liruar me kusht, derisa Serbia t'i dërgon kërkesën me dokumentet përcjellte për ekstradim, do të theksoj se gjasat janë zero që zoti Haradinaj do të ekstradohet në Serbi. Sido qoftë, ai tani është i lirë këtu në Francë, nuk mund ta shoj Francën, ka të lajmërohet 2 herë në javë në polici dhe brenda 1 orë unë besoj që do ta takoj pasi që kryejnë gjitha procedurat të cilat kërkohen tani. Ndërkaq, avokatja franceze e Haradinajt, Rachel Lindon, është shprehur para trupit gjykues francez se Serbia është duke bërë lojë me kërkesën për ekstradimin e Ramush Haradinajt dhe akuzat e ngritura ndaj tij. Vendimi i sotëm është hapi i parë në procesin e Haradinajt. Ishte një procedurë e domosdoshme. Hapi i radhës do të jetë anulimi i vendimit dhe i alarmit të pavend të Interpolit dhe kërkesës së Serbisë për ekstradimin e Ramush Haradinajt. Ramush Haradinaj është gjykuar në Hag, ku është shpall i pafajshëm për akuzat e ngritura nga Serbia. Kërkoj lirimin e menjëhershëm të klientit tim. Menjëherë pas lirimit me kusht, përmes postimit në llogarinë e tij në Facebook, kreu i AAK-s Ramush Haradinaj i është drejtuar qytetarëve. Të nderuar qytetar, gjithë këto ditë dhe nga të gjitha anët e globit, me zërin dhe me dinjitetin tuaj, më keni bërë të ndihem krenar. Më keni bindur se kur nuk është boll të punosh për vendin tënd. Juaj Ramush Haradinaj. Ndërkaq, përfaqësuesi i AAK-s Pal Lekaj vendimin e gjykatës së Kolmarit për lirimin e Haradinajt me kusht e ka quajtur zhgënjyes. Me që ne kemi pritur që sot zoti Haradinaj do të vijë në Kosovë, sepse ka një fletarest politik nga Serbia dhe në këtë drejtim jemi habitur me vendimet e gjyqësisë së Francës, sepse është abuzim me drejtat e njerëzit dhe ne shpresojmë që do ta kenë parasysh Franca dhe politika franceze dhe diplomacia në përgjithësi, që me që janë vendime politike dhe akuza politike, mendoj që këtu politika duhet ta thotë veten. Sipas Lekaj, drejtësia franceze nuk është dashur të i merr parasysh fletarrestet dhe akuzat e Serbisë ndaj qytetarëve të Kosovës. Me siguri që Serbia këtë po e pret, sepse është kërkesa dhe si pas informacioneve të tyre që ne do të kemi dokumenta shtesë, por ne mendojmë që është më tardh keq se si Franca, një shtet mik i Kosovës, që të pranoj diçka të tillë. Je keq që deri më tani nuk kemi asnjë deklaratë qeverisë Kosovës dhe qeveria e Kosovës si çdo herë e përgjumur, po vazhdon me politikat nënshtruese ndaj Serbisë. Ndaj vendimit e gjykatës së Kolmarit në Francë ka reaguar edhe kryetari i Komisionit Parlamentar për Punët e Jashtme, Elmir Reqica. Ai ka dërguar letër homologës së tij, kryetares së Komisionit për Politikë të Jashtme të Asamblesë së Përgjithshme të Francës, Elisabeth Guidou, ku kërkon nga autoritetet e Francës që mos të veprohet me fletarreste të Serbisë, pasi ato nuk kanë të bëjnë me drejtësinë. Ndër të tjera, në letër thuhet se ish kryeministri Haradinaj ka qenë 2 herë objekt i hetimit nga gjykata në Hag, ku është shpallur i pafajshëm në të gjitha akuzat. You not guilty